Ideja ime për të dëgjuar për ju vjen pas një sagë të gjatë. Zhgënjyse për thënë drejtën për të dëgjuar çfarë pas kam bërë. Që jam rrëmbyer nga zyra ku më kanë zgjedhur qytetarët dhe jam mbyllur në një qeli me një regjim burgosje apo shoqërimi më të rëndë se sa vrasje seriale. Gjatë pranverës së këtij viti, për gati 2 muaj me radhë, Erion Velia ju përpoq të ndërtonte imazhin e viktimës politike përmes të shoqëruarit ditar i burgut, ku objektivi kryesor i sulmeve ishte prokurori Spakut Orz Dato. Në një prej këtyre shkrimeve, kryebashkiaku përpoq të paraqiste veten si të arrestuar pa faj, duke ironizuar fakti se ndaj tij ndodhen akuza për leje ndërtimit të katëshe në Yrishek, dhënë sipas tij një katundar të quajtur Meriman Palushi. Erion Velia i harroi të përmendë se Palushi nuk është thjesht përfitues i një ndërtese modeste në periferi. Në realitet, kompania e tij Palushi SHPK ka marrë nga vetë Velia i leje ndërtimi për objekte shumëkatëshe në zonat më të shtrenjta të Tiranës, një pallat 8 katësh pranë pazarit të ri, tashmë i banuar, dhe një godin 10 katësh në bulevardin Bajram Curri në fazë avancimi i ndërtimit. Këto leje nuk janë të vetmet elemente të dosjes. SPAK ka dokumentuar se gjatë kohës që përfitonte leje ndërtimi nga Bashkia e Tiranës, kompania Palushi SHPK ka kryer pagesa të koduara me vlerë totale prej 50.000 eurosh për 2 OJF, BLA dhe Eventus. Të dyja këto struktura dyshon të menaxhohen në hije nga bashkëshorta e Veliajt, Ajola Xoxa. Faturat janë lëshuar më datën 6 shtator 2023 pa TVSH dhe me të njëjtën përshkrim, gjë për SPAK është provë qartë një marrëveshje të tipit para për leje. Në komunikimet e siguruara nga Etini, personat që kërkojnë dhe udhëzojnë për faturat nuk janë përfaqësues të Palushit, por bashkëpunëtorët e Erion Veliajt, duke ekspozuar zinxhirin e ndikimit politik e po ashtu dhe financiar. Në këtë skem, Palushi akuzohet për korrupsion aktiv, ndërsa Erion Veliaj për korrupsion pasiv dhe pastrim parash, duke rrëzuar versionin e tij për shtëpi fshati dhe zbuluar një aferë shumëkatëse me bekimin e kryetarit të Bashkisë Tiranë.